Imagjinoni të jeni në kabinën e një Boeing 747 që po shpërbëhet në ajër në mes të oqeanit pas një pistë në horizont. Kur piloti Harry vuri re një aeroplan mbajtës të vetmuar në mes të dallgëve, ai mendoi se fati po i buzëqeshte. Por ai gaboi rënd. Ajo që fshihej brenda atij giganti priçeliku ishte shumë më vdekje prurëse se një rënje e lirë nga qielli. Pse anija ishte e braktisur? Kush ishte njeriu me zërin e ngjirur që po i priste si të ftuar për darkë? Qëndroni me ne deri në fund, sepse kjo ulje emergjence sapo u kthye në një kurth makabër nga i cili nuk ka kthim. Një ulje emergjence ishte tmerrsisht e nevojshme në këtë Boeing 747 të prishur, dhe piloti Harry u ndjej lehtësuar që ishte aq fatlum sa të dallonte një aeroplan mbajtës pikërisht përpara tyre. Nuk ishte as një aeroport apo madje as tokë rreth tyre, kështu që ai nuk ishte zgjedhje tjetër veç se të rrezikonte uljen. Por kishte rreziqe të përfshira për të cilat Harry as nuk kishte menduar. Duke parë pas Harry, duhej të kishte kërkuar për një opsion tjetër. Çdo gjë do të kishte qenë më mirë se ky vend i tmerrshëm. Pasi përfundoi me sukses uljen emergjente, Harry e dinte se diçka ishte tmerrsisht jashtë rregullit me këtë aeroplan mbajtëse. Ai vazhdonte të pyeste veten, pse ajo ishte aq thellë në oqean, dhe pasi pa se çfarë po fshihte, ai e kuptoi menjëherë. Harry e kuptoi se duhej të kishte kërkuar për opsione të tjera. Ky ishte një rrezik për të gjithë pasagerët në bord, mbase madje edhe më shumë rrezik se sa të fluturoje me një krah të thyer. Në çfarë e futi veten? Harry e kuptoi se nuk kishte zgjedhje tjetër veç se të arratisej. Ai duhej të mendonte për sigurinë e pasagerëve, dhe pasi pa se çfarë po fshihte kjo aeroplan mbajtëse, ai nuk mund t'i linte ata të qëndronin këtu më gjatë. Ai duhej të arratisej me ose pa aeroplanin. Por çfarë po fshihte kjo aeroplan mbajtëse? Pse ishte aq e rrezikshme për pasagerët? Dhe pse Harry u pendua për këtë ulje emergjence aq tmerrsisht? Përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqej dhe siguroni të regjistroni nëse nuk e keni bërë, dhe bini ziles së njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Harry fluturon një aeroplan nga Melbourne në Los Angeles. Është një udhëtim mjaft i gjatë. Po e lodh pilotin me përvojë, por për fat të keq, edhe aeroplanin gjithashtu. Ndërsa po fluturonin mbi oqeanin Atlantik, Harry vëren se fuqia e një prej krahëve të tij po bie me shpejtësi. Kishte telashe përpara. Harry arrin të qëndrojë i qetë pasi është i trajnuar për të marrë me situata si kjo. Megjithatë, ai e kupton se krahu mund të mos jetë i riparueshëm ndërsa janë ende në ajër dhe fillon të shqetësohet. Pasagerët duket se e vënë re krahun e dëmtuar gjithashtu dhe fillojnë të bëhen të shqetësuar. Pastaj Harry shet diçka në distancë. Është aeroplan mbajtësja që dukej si një vend i sigurt uljeje. E po pamjet mund të gënjejnë. Shenjat e para se diçka nuk shkonte me këtë aeroplan mbajtëse nuk vonojnë të shfaqen. Bashkëpiloti i Harryt, Walter, i cili mezi i mbijetoi aventurës së ardhshme, përpiqet të bëjë kontakt me anijen, por nuk merr asnjë përgjigje fare. Pilotët e kuptojnë se vërtet duhet të ulen deri tani. Nëse nuk ishte e mundur të uleshin me leje, atëherë nuk kishte opsion tjetër veç se të uleshin pa të. Fundja, aeroporti më i afërt ishte qindra milja larg. Ata nuk kishin asnjë opsion tjetër veç se të uleshin mbi aeroplan mbajtësen. Harry fillon uljen e aeroplanit, gjë që kërkon të gjitha aftësitë që ai ka. Ai ndjen presionin për t'i çuar pasagerët të padëmtuar në tokë të sigurt, por e kupton se duhet të merr disa rreziqe dhe të ulet me shpejtësi të lartë. Do të ishte një ulje e vështirë dhe ekuipazhi i aeroplan mbajtëses nuk do ta pëlqente këtë. E po të mos e pëlqente, ishte pak e thënë. Harry dhe Walter arritën të ulin aeroplanin të sigurt, por jo pa mundim. Ata kontrollojnë pasagerët, edhe pse ata duken të ankthshëm, të gjithë janë të padëmtuar. Harry është i lehtësuar, por nuk mund ta shijojë uljen e suksesshme. Ai duhet të kërkojë për ekuipazhin e aeroplan mbajtëses. Harry dhe Walteri drejtohen drejt kabinës së aeroplan mbajtëses, pasi i dorëzuan komandën e pasagerëve styardesave. Është një distancë mjaft e madhe dhe ndërsa i afroheshin kabinës, ata shohin avion të shumt gjuajtës të mbuluar me pluhur dhe mezi të mirëmbajtur. Çfarë mund të ishte kuptimi i kësaj?
Ata mbrin te kabina. Diçka e çuditshme u bie në sy. Edhe pse është ditë me diell, perdet janë të mbyllura. Walteri troket në derë, por nuk merr asnjë reagim. Ai tërhiqet që edhe Harry ta provojë gjithashtu. Harry troket në derë dhe thot: "Përshëndetje", por gjithashtu nuk merr asnjë përgjigje. Pilotët janë gati të largohen kur diçka ndodh. Harry dhe Walter dëgjojnë një zë të ngjirur që thot: "Kush është aty? A nuk e dini që nuk duhet të më zgjoni në këtë orë?" Harry bën një hap përpara dhe ndjek protokollin e dhënë. Ai i tregon kapitenit emrin e tij, numrin e Boeingut të tyre, linjën ajrore dhe arsyen e uljes së tyre emergjente. Pastaj ata dëgjojnë kapitenin të qesh nga brenda kabinës së tij. E qeshura e ngjirur duket paksa ngjitëse. Harry dhe Walter nuk mund të mos njihen paksa në siklet dhe thjesht qeshin vetëm. Ata shikojnë njëri tjetrin me mosbesim dhe vendosin thjesht të bëjnë sikur po e ndjekin lojën kur kapiteni fillon të qesh edhe më fort. Pastaj ai ndalon për t'u thënë diçka Harryt dhe Walterit. Ju këshilloj ta rregulloni atë copë metali tuaj të çmuar dhe të fluturoni larg. Mos më lini t'ju kap kur të zgjohem vërtet. Harry dhe Walter nuk e din se çfarë po ndëgjojnë. Nga erdhi kjo? Ata largohen dhe vendosin të kthehen në aeroplan për të arritur te dhoma e kontrollit. Nuk duhej ta kishin bërë këtë. Ata hynë në kabinën e pilotit dhe përpiqen të bëjnë kontakt me dhomën e kontrollit menjëherë. Për disa arsye, lidhja e rregullt nuk duket se po punon. Për fat të mirë ekziston ende një linjë emergjence. Walteri e provon atë dhe pas pak ata dëgjojnë një zë në anën tjetër të linjës. Megjithatë, nuk ishte zëri që ata shpresonin të dëgjonin. Ishte zëri i ngjirur i kapitenit. Ai e kishte piratuar lidhjen e tyre dhe i ndaloi dy pilotët të kontaktonin dhomën e kontrollit. Gjërat filluan të nxeheshin tani, pasi ata ishin vërtet të varur nga kapiteni prej këtu e tutje. Harry mbushet me djers. Kapiteni u thot atyre të qëndrojnë në aeroplan por tani derisa dielli të perëndoj. Dhe kur dielli të perëndonte më në fund, ata do të ishin të ftuarit e tij personal për darkë. Harry dhe Walteri kuptojnë se duhet të bashkëpunojnë me kapitenin pasi varen prej tij për ushqim dhe ujë. Sikur të dinin se çfarë po i priste. Ndërkohë pasagjerët bëhen më të shqetësuar me çdo minutë që kalon. Styardesat vijnë për të raportuar këtë mesazh pasi janë tmerrsisht nën presion. Ata kanë nevojë për pak pushim dhe preferohet që të kenë disa përgjigje rreth asaj që duhet të presin. Një nga pasagjerët hyn në kabinën e pilotit për t'i pyetur pilotët se çfarë po ndodh. Është një burr i moshës së mesme që kërkon ushqim dhe ujë. Pilotët përgjigjen me qetësi, por nuk kanë durim të vazhdojnë të qetësojnë. Pastaj pasagjeri bën diçka befasuese. Burri u thot pilotëve se do të kërkojë vetë anijen për të gjetur diçka për të ngrënë. Ai thot me sarkazëm: Jo, mos u shqetësoni. Do ta gjej vetë. Pastaj largohet dhe Harry e Walter përpiqen të ndalojnë, por pa sukses. Duke parë pas, kjo ishte hera e fundit që do ta shihnin këtë pasagjer. Dielli perëndon. Harry dhe Walteri e kuptojnë se është momenti i së vërtetës. Ata duhet të shkojnë te kapiteni në errësirë, ndërsa përgatiten e kuptojnë se sa e çmendur është përgjigja e gjithë kësaj. Nuk u regjistrova për këtë, thot Walteri, i cili ishte me pak guxim nga të dytë. Ai do të rezultonte të ishte shumë më gëzymtar kur gjërat në fakt do të bëheshin të rrezikshme. Ata mbrin te kabina dhe trokasin në derë. Kapiteni hap derën. Është një burr i vjetër që duket i leckosur dhe mezi i gjallë. Burri është qartësisht i dehur deri tani dhe kërkon falje për sjelljen e tij të mëparshme. Kapiteni kishte një kërkesë të çuditshme. Më lejoni t'ju bëj një tur rreth anijes, thot ai. Harry dhe Walter ndjehen të detyruar të pranojnë dhe i thon kapitenit se do ta ndjekin. Disa sekrete të tmerrshme ishin gati të zbuloheshin, dhe Harry me Walterin u përgatiten me të drejtën për më të keqen. Ata e fillojnë turin në kuvertën e poshtme ku kapiteni kishte ruajtur municione dhe të gjitha llojet e armëve të zjarrit. Ishte një pamje tmerruese të shihje të gjithë këto armë të fuqishme që kontrolloheshin nga një burr i tillë i çmendur. Pastaj pilotët shohin diçka befasuese. Ata shohin një foto të një kapiteni nga vite më parë. Ata e njohin atë si një udhëheqës ushtrie, famkeq i aratisur, dhe kuptojnë se këtu ishte fshehur gjatë gjithë kësaj kohe. Ai ishte një njeri tmerrsisht i rrezikshëm. Për fat të mirë, një nga styardesat arriti të lidhej me shtetin e tyre përmes celularit të saj. Ata të gjithë u shpëtuan dhe kapiteni u arrestua.